Këto në programin tënd mos bullizo kundërshtarin. Çfarë do të thotë mos bullizo kundërshtarin? Se dhe kjo më është interesant. Ka ca që më shkruajnë që po çaj e kryeministi e tje, po si merresh ti duke nxjerr ata bufat, po si flet ti për kështu, po si, po çat them, unë nuk I them kundërshtarit as kriminal, nuk I them as hajdut, nuk I them as vrasës, nuk I them as bandit, nuk I them as kapoband, nuk I them as narkoman, nuk I them fare unë as këto. Këto janë për te I bullizimit. Këto janë skandale etike. Këto janë turpe me kanun, me ligj e me zakon. Këto. Unë nuk I përdor këto. Unë nuk hyj tek familja e kundërshtarit. Ke dëgjuar të shaj ndonjëherë familjarët e kundërshtarëve? Kur asnjëherë. Ama ato që shoh, unë ndaj me ju. Kur shoh një buf kënete, unë them është buf kënete. Kur shoh kënet, ju them është kënet. Dhe kjo është mënyrë e sintetizuar për të përmbledhur esencën në raport me çka duhet shohim. Jo po se ti kur fillon fushata, jo timon, jo tepsi, është fjala kyçe esenciale. Pastaj program, po si kemi ne program e çfarë programi